Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë, kur Allahu ja merr robit një fëmijë, apo i dërgon me lajket të kaj. Dhe me lajket presin qysh po përgjigj robi në këtë marrje. Nëse përgjigj mirë, raportojnë tek Allahu xhallahu ala dhe Allah i pyet kayfa wajadtum abdi? Qysh e gjetët robin tëm? I thojnë me lajket Allahu xhallahu ala për këtë rob, o Zot, bëj ke sabër edhe llogarit ke shpëlimin të ti. Allahu thot, ndërtojani robit tëm një shtëpi në xhenet dhe quheni shtëpia e falënderimit apo në xhenet. Një njeri është sprovu me një fëmijë smunje tron dhe fëmiji ka pas 11 vjet. E ka qenë fëmijën te mjeku dhe së bashku me gruan e tij po pret jashtë sallës operacionit. Dhe sa po del mjeku, po mendon prindi se është duke raportuar për një vdekje të fëmijës së tij. Dhe sa po del mjeku po e gjon burrin ka i thot gruas tij, e din çka na marr vesh, e din çka na marr vesh. Dhe mjeku nuk po kupton çka këta dy po komunikojnë, po raporton se gjendja është pak më kritike, po mundohemi duke raportuar kohë pas kohe. Derisa pas disa orëve tentim me shpëtu vajzën, del mjeku edhe kumton se vajza ka vdek. Si ka qëndruar operacionit, ka vdek vajza. Edhe baba i vajzës po i thot nonës vajzës, e din çka na marr vesh? Edhe mosh përthej mjeku. Ta bën me ditë çka ni marr vesh ju, se unë po dal me raportuje që kjo. Thot i kom thon gruas tan se nëse lajmërohet pjanës mjekut se ka vdek fëmiu, duhet që Allah me ndëgju pe neve elhamdulillah. Kjo fjala e parë që të ndërton Allahu shtëpinë në xhenet. Mos jet në fjalë tjetër para kësaj e me hub shtëpinë në xhenet. Apo nga se sabri është në goditën e parë atë. Andaj ky rob është përgjigj ç'është duhet. Allah e ka dërguar një pyetje, robi me ta marr këtë, çka bën? Unë që shtu përgjigj në atë. Po mos kur sta merr kallaj më përgjigj. Po kur ta merr më u përgjigj ç'është duhet, që kjo është më rëndësi atë. Prandaj i ka thonë ky burri është që fjala e parë më soi sproj kanë elhamdulillah. Ndërsa njëri prej dietarëve selefit i ka pas 600 kije. Atë sa kije me pas në atë vakt, pasuri të madhe. Edhe ka pas kopsht të madh ka pas. Kopsht të madh ka pas don pasuri hatash më madhe. Kan hi hajnat, ja kanë vjedh 90% kijeve. Edhe e kanë shkatru 70% gatit kopshtave. Edhe e kanë lajmëruar shpejt punëtor të gutës se ka ndodhur diçka mos vet. Ka ndodhur diçka mos vet në kopsht. Kur ka shku ka po, ka dhënë sojën met, ka dhënë çikaqën met pe kijeve dhe çikaq ka met pe fryteve. Ka dhënë kulla fi sabilillah. Këto shkojnë fi sabilillah. Ka thonë djemtë e tij, o bab, a pak na shkretun ata edhe ti tash që na ka met me na hub. Thot Allah e ka qu këtë sprov me mni ka po thon, e du mi u përgjithë se jam i kënaqur aftë. Du mu përgjithë se jam i kënaqur. Kjo nuk është obligative, më thonë të ki bësh me thonë jo. Normal njëri më u mërzit në këtë rast, por po du më thonë se Allahu pret për te e përgjigje. Qysh po përgjigjesh? Andaj kujdesu në raste negative, në raste sprove, qysh është përgjigja jote. Nga që thash ka hera nuk ka veç me gojë. Mjafton komunikimi mes teje, mes Allahut me zemrën tonë. Qofse Allahu shen zemrën tënde përgjigjet mirë, ta jap vulën e robit falëndërues atë.